Industria ushtarake shqiptare nisi të strukturohet seriozisht më 14 prill 1983, kur u krijua Instituti i Studimeve dhe Projektimeve 6. Ai u ngrit mbi punën që prej vitit 1977 bënin grupe inxhinierësh të shpërndarë në uzina dhe reparte ushtarake, të cilët zhvillonin armë, municione, pajisje ndërlidhjeje dhe teknologji mirëmbajtjeje. Me themelimin e institutit, këto grupe u bashkuan në një qendër të vetme kërkimore e projektuese. Misioni i SP6 ishte projektimi, studimi dhe testimi i armëve, municioneve, aparaturave të ndërlidhjes e lokacionit, mjeteve të kimisë ushtarake, aviacionit, forcave detare dhe mbrojtjes kundërajrore. Instituti përbëhej nga disa sektor kryesor: armatim municion, elektronike ndërlidhje, kimi, teknologji, konstruksion, laborator teknik dhe arkiv tekniko-shkencor dhe mbështetej nga Këshilli Shkencor e Buletini Shkencor. Një pjesë e mirë e inxhinierëve jepnin edhe leksione në Universitetin e Tiranës dhe shkollat ushtarake. Në bashkëpunim me uzinat Gramsh, UNP Mjekës, Kombinatin Mekanik Poliçan, uzinat e artillerisë, kimis, lokacionit, aviacionit e tjerë, u projektuan dhe u vënë në funksion linja të shumta prodhimi për fishek, predha artillerie, e mortajash, mina, granata, barut, tritol, heksogen, kundër gaz për popullatën, pajisje ndërlidhjeje, e deri te motor generator dhe mjete speciale gjenjere. ISP7 la një trashëgimi të madhe teknike, vizatime konstruktive, dosje teknologjike, raporte provash dhe projekte linjash prodhimi, që sot ruhen në arkivën ushtarake dhe përbën kapital të çmuar për sektorin e mbrojtjes. Në kushtet aktuale gjeopolitike, kur vendet e NATO-s po rrisin buxhetet e mbrojtjes, edhe Shqipëria ka nisur procesin e rijetësimit të industrisë ushtarake. Qeveria ka miratuar kuadrin ligjor dhe ka krijuar shoqërinë Kajo SHA, nën varësinë e së cilës kalojnë Gramshi, Mjekësi, Poliçani, ku parashikohet ngritja e linjave të reja të prodhimit, montimit dhe demontimit të municioneve. Sfida kryesore mbetet përshtatja me standardet e NATO-s, modernizimi teknologjik, rindërtimi i infrastrukturës dhe kualifikimi i një brezi të ri inxhinierësh të specializuar, duke u mbështetur si në dokumentacionin e vjetër, ashtu edhe në eksperiencën e ekspertëve të dalë në pension.